Sa të kemi një çështje të rëndësishme prej çështjeve të ignorancës, e që është argumentimi me forcë dhe dobësi. Kjo çështje e ignorancës është shumë e përhapur. Ndoshta më shumë se sa që mendoni. Se ignoranca, gjahileti, me një fjalë i bën zbrasi. Kemi thonë që është zbrasi prej dy gjërave. Prej ilmit edhe hilmit. Prej qenurit alim dhe halim. Ta njeri i ditur dhe njeri i mençur. E njerëzve që mungon dituria dhe mençuria bin në këtë çështje të ignorancës. Pra shkojnë sipas njerëzve të fuqisë. Kush është i fortë, shkojnë mas tij. Kush është i dopt, e marrin si fakt që ai nuk është në rrugën e drejtë. E kjo është gabim, siç do ta mësojmë në vim. Argumenti me të fuqishmit. Koncepti i ignorancës. Njerëzit e ignorancës besonin se e vërteta njihej duke parë njerëzit me fuqi, pasuri, pozitë dhe inteligjencë. Aje që posedonin të fuqishmit e konsideronin të drejtë, ndërsa atë që kishin të dobtit dhe të varfrit e konsideronin si të pavërtetë. Ky kriter i korruptuar i bëri ata të lidhnin të vërtetën me forcën materiale dhe statusin social, në vend që të kërkonin të vërtetën me prova dhe argumente. Pra çështo janë njerëzit e ignorancës, e shikojnë kush është i fortë, kush ka fuqi ushtarake, ekonomike, e kështu me radhë, edhe shkojnë pas tij. Këtë kanë ata kriter dallues. Vjen një fuqi e re, shkojnë pas asaj fuqie. Ndrohet, vjen një fuqi tjetër, shkojnë pas asaj. Janë njerëz të luhatshëm, sepse ju mungojnë aty dy komponentet që janë të kundërta gjahileti, mungon dituria dhe mençuria, ilmi dhe hilmi. Pra atë arsye ata e marrin si kriter që kur ti je dikush i fuqishëm, i pasur, madje edhe inteligjent, se edhe inteligjenca është fuqi. Edhe mendja është forcë. Disa njerëz mendjen e kanë më të fuqishëm, disa kanë më të dobët. Pse është një njeri shumë inteligjent? S'do më thonë që janë në rrugë drejt. Nuk do më thonë që është në rrugë drejt. Edhe për Iblisin, i cili ka qenë në xhenet dhe ka qenë për adhuruesën të madh Zotit, ai ka pas inteligjencë. Po shikoj ku e çaj. Devjoj. S'do më thonë pse dikush ka fuqi, pa e marrë parasysh të mendjes apo materiale që janë në rrugë drejt. Tash përgjigja ose kundërpërgjigja kuranore ndaj këtij argumenti. Qysh u ka kundërpërgjigj Kurani këtyre njerëzve që i kanë marrë si yrnek, i kanë marrë si shembull njerëzit e fortë. Kurani u ka përgjigj në shumë forma, por se njëra prej mënyra është fuqizimi i mëparshëm. Don tregon Allah se çush i ka fuqizu, i ka bërë të fuqishëm popujt e mëparshëm. Por se kjo nuk ju ka kry punë as pak. Ne u kemi dhënë atyre fuqi në tokë, në atë që juve nuk ju a kemi dhënë. Don ata popujt e mëparshëm kanë qenë më të fuqishëm se na. Shumë më të fuqishëm se na. Në atë kohë ka qenë edhe natyra më e pa korruptuar, edhe ka pas njerëz që janë më të fuqishëm fizikisht, por se ai u ka kry punën ai san. Allahu fuqizoi kombet e mëparshme jo besimtare, me forcë më të madhe, por kjo nuk ishte dëshmi e vërtetësisë së besimit të tyre. Pse kanë qenë ata të fuqishëm, nuk ka qenë kjo fakt që ata janë në rrugë saktë, nuk ka qenë fakt që kanë besimin e vërtetë. Përfundimi shkatrues, çysh ka qenë përfundimi i këtyre njerëzve? Allahu i Madhëshëm thotë وقد مكناهم وكم من قرن أهلكناهم من قبل هم أحسن وثاثا ورئا. Shkani çfarë ajeti madhështor. Dhe sa shumë breza kemi shkatruar para tyre, të cilët ishin më të mirë në pasuri dhe në pamje. Se edhe i dhujtarët e Mekës, ku është dërgu fillimisht Muhamedi alayhis salam, janë argumentu me këta, na jemi më të mirë në pamje dhe në pasuri, sesa ata dobtit që po të ndjekin.
Fuqia dhe pasuria nuk u bën dobi kombeve jo besimtare kur erdhi dënimi i Allahut, kështu që ai i shkatroi ata pavarësisht forcës tyre. Allah i ka shkatruar. S'ka qenë domon pse janë ata të fuqishëm me mirëqenie sociale, s'ka qenë ky fakt që ata janë rrugë drejt. Për shkallëzimi hyjnor, çush i ka dënuar Allah këta njerëz? Me kurthën e tij. E kurtha e Allahut është për shkallëzimin. Ana është cilësia e Allahut e her pas hershme me bë kurtha. Mirë po kurtha me ven. Me bë kurtha ndaj armiqve. Siç e kemi parasysh kur ka operacione ushtarake, është gjë e lavdruar që të bëhet kurtha ndaj armiqve. Edhe Allah i madhëshëm, shembulli i tij është më i lartë, bën kurtha ndaj armiqve të tij. Si jo bën kurtha me për shkallëzim. Thotë ne do t'i përshkallëzojmë ata gradualisht nga aty ku nuk e din. Domthon i përshkallëzon Allah prej kajt as nuk e marrin vesh, as që nuk e kuptojnë, as që ja u kap që mundet me ardhë dënimi prej aty. Qysh për shembull dhurimet materiale. Sa më shumë që bojnë keq jo besimtarët, Allah aq më shumë ju jep pasuri. Ju jep mirëqenie shëndetësore. Ju jep begati dunjas. Ku mujnë me ditë ata jo besimtarë që Allah po na çon dënim. Ata përkundrazi, që Allah ka përmend shumë edhe në Kur'an, ata mendojnë që Allah po na dën ne, që po na jep pasuri e fëmijë. A përkundrazi bashkë është kurth. Kjo është kurth e Allahut. Dhënimet materiale për jo besimtarët mund të jenë joshje dhe shtyrje për ta në mënyrë që të shtohen në mëkate dhe të vendoset argumente kundër tyre. Pra ju shtohen mëkatet, ju jep begati që mu shtu mëkatet, ja shton ymrin, ja jep mirëqenie të ndryshme, mekanizma ndryshëm dhe në fund kur i merr, ma nuk i lëshon. Shembull historik nga Kur'ani. Prej shembujve që Allah i madhëshëm i përmend në Kur'an është shembulli i popullit Adit dhe Themudit. Për popullin e Adit thot i lartë madhëshmi, Iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. I remit të kolonave, e cila nuk ishte krijuar kur diçka e ngjashme me ta në qytet. Don asnjë popull nuk u kriju më i fuqishëm, më i bukur se populli i Adit. Populli i Adit që kanë bë kolona, kanë bë shtylla, kanë bë mrekulli dhe janë këta të njëjtët të cilët kanë thonë kush është më i fuqishëm se na. Kush është më i fuqishëm se na? Se çfarë fuqishëm kanë qenë. Mirë po Allah ja u ka kthy. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. A nuk e kanë pa që Allahu i cili ka kriju ata është më i fuqishëm se ta. Kanë mendu, janë bë mend të mëdhaj. Për shkak të kësaj fuqie që kanë, siç e shumë popull në kohën tonë bashkëore pse kanë fuqi, ju rritet mendja, bën arroganta. Dhe kështu ka qenë populli i Adit, që kanë historia përsëritet. Në Kur'an e ki shembull për çdo gjë. Gjithë shembujt historik të njerëzimit i kinë në Kur'an. Allah s'ka lënë asgjë pa na sqaruar. Dhe gjithashtu edhe populli i Themudit, ata që gërmuan shkëmbenjet në lugina. Që kanë subhanallahu këtë gjë që kanë bërë ata, nuk di, nuk kam pa, mund të ketë, po s'kam pa në kohën tonë, i kanë gërmu bjeshkt. Dhe kanë bërë shtëpia. Tash e vërtetë që po i gërmojnë bjeshkt, po bëjnë tunele, mirë po me gërmu me bërë shtëpia, nuk kam pa. Sigurisht që ka, por se nuk kam pa, edhe në kohët e mëhershme kanë bërë këta, pa i pas mekanizmat e kohës moderne. Kanë bërë shtëpia dhe madje është ende janë trujt në vendet e tyre. Kur shkatru populli i Themudit, ky vend gjendet në Ula, në Arabi Saudite. Ende janë ato kodrat që i kanë gdhend, edhe subhanallah, aq trujt janë edhe sot, mas mira vjetëve. Aq mirë i kanë gdhend, çfarë inxhinierie kanë pas. Dhe ajo ka kry punë kjo, ata gdhendën male dhe bën banesa madhështore, por fuqia atyre inxhinierike nuk u shërbeu atyre kur erdhin të shkinë. Pra, ata janë strehun kodra, në këtë tokën që jetojmë na, ka më të fuqishme se kodra.
Nuk ka diçka më të madhe, më të fuqishme se kodrat në sipërfaqen toksore, po flas. Edhe ata janë strehu në kodra, nuk e ka pështu kja prej dënimit. Pengesa nga e vërteta. Çka i ka pengu këta njerëz nga e vërteta? Janë 4 shkaqe kryesore, e para krenaria dhe mburrja. Mendjemasia për të pranuar të vërtetën nga të tjerët dhe arroganca për t'ju bindur provave. Çka është krejt probleme. Ju ka rrit mendja, e nuk i kanë pranu faktet. Edhe zilia është njëra prej shkaqeve për shkak të privilegjimit të disa njerëzve ndaj disa tjerë. Për shembull kanë kundërshtuar pse Allah e ka zgjedh filanin si profet. Allah e din më as mirti, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalat. Allah e din ku e dërgon revelatën e tij, ku e dërgon pejgamberina, e din më as mirti. Lakmia për botën, dashuria për prestigjin, paradë dhe pozitën e largon njeriu nga ndjekja e vërtetës që bien ndesh me interesat e tij. Se kjo ka qenë problemi popullit. Kanë ra faktet, provat kanë ra në kundërshtim me interesat e tyre. Edhe kjo ka qenë shkak që ata s'e kanë pranuar të vërtetën. Dashuria për udhëheqjen, dëshira për të mbetur në pozitë udhëheqëse dhe autoritare pengon pranimin e të vërtetës që kërcënon këtë pozitë. Siç ka qenë rasti i perandorit Romak Heraklius. Ai ka di shumë mirë që Muhamedi alayhis salam është i dërguar i Allahut. Madje ka thonë, po të kisha pas mundësi sa isha shku me Allah kom tani. Se ka di se i ka pas priftat që foto e krishterë që kanë njohur Tevratin e Injilin shumë mirë, ka di që ka me ardhur ai pejgamber, mbas të lajme të shpallë më hershme, kur ka ardhur e ka mohu për shkak se u friksu që pa i humb pushtetin. Refuzimi i të vërtetës për shkak të dobësisë së pasuesve së saj. Tash jemi te kundërta. E para ishte që njerëzit shkojnë prej njerëzve të ignorancës janë që shkojnë pas njerëzve të fortë. Kurse e kundërta, pse janë një popull ose disa individa janë dopt, nuk kanë status të lartë në shoqëri, e refuzojnë vërtetën që e kanë ata. Fjalët e popullit të Nuhit drejtuar profetit e tyre. Shikoni, në të vërtetë Kurani s'ka me asgjë pa për me. Çka i kanë thonë Nuhit? Ka thonë si të besojmë ty, kurse ty nuk të ndjeken veçse të doptit dhe të varfrit. Ata Nuhi alayhis salam u lodh me këtë popull 950 vjet i ka thirrë në rrugt të Allahut. Dhe Allah thot: "Wa ma amana ma'hu illa qalil." Nuk kanë besu me ta veçse një pakicë. Pse se ka thonë qysh me të besu ty kur ty po të ndjeken të varfrit e doptit. Shtresa olt e shoqërisë. Kjo çështje është e kundërtat me pashme se argumentimi i tyre me dobësinë e besimtarëve për të treguar pavlefshmërinë e asaj që ata ndjekin, ata e konsideronin dobësinë si provë të pavlefshmërisë. Ashtu siç e konsideruan forcën si provë të së vërtetës. Qëndrimi i llojtarëve ndaj sahabëve të dopt. Pra, siç e përmendëm më herët, kjo e njëjta gjë ka ndodhur edhe me shokët e profetit alayhis salam. Fillimisht çfarë raporti kanë pas? Ironia dhe përçmime. I llojtarët talleshin me besimtarët e dopt, si Bilali. Bilali, siç e dim, ka qenë afrikan, danë me ngjyrë të zezë. Selmani ka qenë persian. Amari dhe prindrit e tij nuk kanë pas ndaj fes ku me di sa ngritën, gjithashtu Abdullah ibn Mesudi, nuk janë kanë me fisnike arabe. Duke e konsideruar dobësinë e tyre si dëshmi të pavlefshmërisë së Islamit. Kërkesa për izolim. I llojtarët i kërkuan profetit alayhis salam që të saktonte atyre një këshill të veçantë larg sahabëve të dopt nga arroganca e tyre. Pra këta të pasurit e Mekës, njerëz me namë, me pozit, i ka thonë profeti alayhis salam, në rregull na ulmi me ty, po na i largo këta që ta doptit. Na i largo. Ta s'du me pas njëjtën nejen edhe na me kon me ta. S'dojmë njëjtën nejen me kon edhe na me ta. Por çush ju ka përgjigje Allahu? Ai ju ka thonë që valla hajt për shkak që më afrua ata bën këta. Jo. Allah ka thonë, wala tatrudil ladhina yad'una rabbahum. Dhe mos i dëbë ata që lusin Zotin e tyre në mëngjes, në mbrëmje,
duke kërkuar fytyrën e tij, Zoti ja ndalai pejgamberit të dëbonte besimtarët e tij. Pra ju ka thonë, nëse dashim me ardh, këta sunit dëboj. Për shkak me ja bë ju e qefin, s'mujën me idhnu Zotin. Se Zoti apshe shikon zemrat dhe veprat, e shikon kush a besimtar, kush a i devotshëm, nuk e shikon valla kush a i pasun e me pozitë, kjo nuk ka vlerë tek Allah subhanahu. Tek Allah ka pas vlerë sta besimtar, edhe pse kanë dopt, edhe pse kanë qenë aziatike, afrikane, njerëz me ju fort pozitë ose status shoqëror, çta Allah i ka dashur. Më shumë se çta njerëzit mendon. Pra përgjigja onore është, a nuk është Allahu më i dëshmi për ata që janë mirënjohës? Zoti jot është më i dëshmi kush e meriton udhëzimin, sepse vlera qëndron te besimi, jo te pozita e kësaj bote. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بني. Dhe kështu i kemi sprovu disa me disa që të thojnë, a këta Allah i ka zgjedhur për mesit tonë? A nuk e din Allah kush janë falendruesit? Shikoni çfarë ajeti madhështor subhanallahu. Pra Allah i ka sprovu disa me disa. Këta në fund që ka thonë, këta i ka zgjedhur Zoti? A që ta shtat ultit, çta i ka zgjedhur Zoti? Allah ju ka përgjigj, a nuk e din Allah se kush është falendrues? Allah e di më mirë se kush janë falendrues. Mësime dhe reflektime. Mësimet që marrëm nga kjo prezantim është pikë pari, mos u mashtronin nga fuqia. Mos u mashtronin nga fuqia. Fuqia ushtarake dhe teknologjike bashkëore nuk është dëshmi e vërtetësisë së besimit. Nuk është dëshmi se diçka është e vërtetë pse janë njerëz të fuqishëm. Për shembull, kohët e mashme ka qenë perandoria romake, ka qenë perandoria mongole që llogaritet perandoria më e madhe e nxitur që ka ekzistuar ndajher. Ne e dim shumë mirë çka kanë bën mongol çfarë të mirë. Është argument që me marr tash na çto që njerëz të fuqishëm janë rrugë drejt, i kishrosi mongolt, Xhengiskani ka qenë rrugë drejt. Se më i fuqishëm sa nuk njihet spaku në historinë tonë, në historinë që e njohim na, nuk njihet ndaj kush i ka pushtuar më shumë toka se saj. Edhe 10% njerëzimit i ka vrarë. A do më thonë që u kanë rrugë drejt, pse ka qenë i fortë ushtarakisht? S'do më thonë. Mos u mashtronin nga dia. Kuptimi dhe dia vetëm nuk mjaftojnë pa suksesin nga Allah dhe sinqeriteti e qëllimit. Pra edhe dia nuk është argument që dikush kanë rrugë drejt. Edhe kjo është interesant. Se disa njerëz kanë njohuri materiale, njohuri natyrore, madje edhe njohuri fetare, nuk do të thonë që janë rrugë drejt. Se ne Allah na i përmeni ata dietarët e këqij, të cilët e dinë vërtetën, por se nuk e ndjekin. E përmend shembullin e njërit prej tyre si shembullin e qenit, thotë. Ja kemi jep ajetet tona kurse ai është largu prej ty. Domethënë ja ka dhënë dijen, ai ka refuzuar. Edhe pse ka një njeri dije, kur nuk vepron me atë dije, nuk bën më mashtru prej tij. Dhe kërkimi i qëndrueshmërisë, shpeshtimi i lutjes o kthyes i zemra, mbaj zemrën time të qëndrueshme në fenë tënde. Pra ne do të më lut Allahut vazhdimisht jam mukalibel kulub, thabbit qalbi ala dinik. Do o Allah, nëse ato ti që i rrotullan zemrat, i kthen zemrat, ma kthe zemrën tëme në fenë tonë. Dhe në fund, mësimet e Kuranit janë për çdo kohë dhe çdo vend. Me të vërtetë në Kuran ka e sheh që është fjalë e Zotit. Në shikim të parë se ta lexosh, mënyra se si shprehet e din çfarë epizod. Po me të vërtetë i ka përmend mënyrën më elokuente, shembuj për çdo gjë, për çdo popull, për çdo kohë dhe për çdo vend. Pra kjo ishte ligjërata, këto ishin mësimet në përgjithësi të kësaj ligjërate. Allah e din më së miri. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Amin. Se të kunor, a preket? Mirë shumë. Amin e juve.